Betimi për drejtësi në këtë vit ka sjellur videoingjizimin ekskluziv, mbi bazën e së cilit u bë i mundur arrestimi i prokurorit të Prokurorisë Themelore në Prizren, Beq Shala, i vetmi arrestim i një prokurori në dekadën e fundit. Videoingjizimi argumenton të dyshimin e bazuar se prokurori Shala kishte marrë shfet për ta liruar nga ndalimi prej 48 orëve, një person ndaj të cilit më pas ngriti aktakuzë për kryerjen e veprës penale lëndimi lehtë trupor. Për këtë rast, betimi për drejtësi ishte përgjigjur kërkesës së prokurorisë speciale për të mos e publikuar videoingjizimin deri në realizimin e aksionit që dërgoi në pranga prokurorin Shala, kështu duke dëshmuar rolin e saj si media në luftimin e korrupsionit. Redaksia Betimi për drejtësi, duke respektuar parimet e punës profesionale dhe punën e prokurorisë për ta administruar drejt procesin e hetimeve, kishte vendosur të bashkëpunojë me prokurorinë speciale dhe mos ta publikojë videoingjizimin deri në ndërmarrjen e veprimeve konkrete. Videoingjizimi i siguruar nga Betimi për drejtësi linte të kuptohet se pak orë pas caktimit të masës së ndalimit prej 48 orësh, prokurori Shala kishte zhvilluar një takim me avokatën e të dyshuarit SG, Drenush Berisha. Në këtë diskutim, mes tyre prokurori Shala tregon se i kishte ndërprerë të dyshuarit masën e ndalimit prej 48 orësh. Po që t'ja zvendimin ati, t'lirohet me leherë. Po se mu më tjerën familjartë, më tha u krye, kishin marrë radiolin sabah, se unë kur tira që ku të shkujta faktikisht, visa shkova në punë. Tani kishin marrë, kanë mas dite, une nuk e dita që shto për t'kallë realisht, une ja mora aty në djetë që shkuna në vesh, vish ta qenja, që më kanë parë, më kanë profesor. Se adin, adi që shke puna, nuk që më kanë ndodhë në që shto. Adin herë porë, edhe nuk jo, unë i kështë i kam shtat në të, o e di prokuror, amu, unë në shtatë jam e re, edhe nuk që më ka ra që si situatë, tash i në... Në takimin mes tyre, pasi avokatja ja kishte prezentuar 700 euro të marra nga pala mbrojtëse për shërbimet e avokatisë, prokurori Shala kishte vendosur t'i ndante në 2 pjesë. Mirë po avokatja Berisha ishte treguar zemërgjerë, duke insistuar që t'ia jepte të gjithë shumën. Jo prokuror, që 700? Hitë të shproblem për Merë, pasha zote nuk e një, që në qujë të elia bileta morë dhe që të qujë, i të gjithash e unë e i forë për në Po. 200. 250. Sa the 700. Unë ja po marrë dhe në fund procedurës. Të kem 350. Pas këtij takimi, prokurori Beq Shala kishte ngritur aktakuzë ndaj të dyshuarit SG për kryerjen e veprës penale, lëndim i lehtë trupor. Bazuar në aktakuzën e tij, gjykata themelore në Prizren kishte marrë aktgjykim duke dënuar të njëjtin me gjobë prej 400 euro. Ndaj këtij aktgjykimi, Shala nuk kishte ushtruar ankesë në gjykatën e apelit për rritjen e dënimit. Andaj, pasi prokurori Shala kishte filluar punën mëngjesin e së hënës të 27 tetorit, prokurori i prokurorisë speciale Valdet Gashi, bashkë me hetuesit policor të Departamentit të Krimeve të Rënda, kishin zbarkuar në prokurorinë themelore të Prizrenit. Mbastisje ishin realizuar në zyrën dhe shtëpinë e prokurorit Shala. Ndërsa Këshilli Prokurorial i Kosovës në mënyrë unanime kishte votuar për ta pezulluar Shalën nga detyra e prokurorit, të njëjtit ishte caktuar masa e paraburgimit prej 30 ditësh, por më pas ishte zëvendësuar me arrest shtëpiak, masë e cila ende është aktive.